Situata nga sëmundja e rëndë e murtajes që ka prekur baktitë e imta vijon të jetë në kontroll në qarkun e Dibrës. Prefekti Nexhbedin Sheu tha se deri më tani vetëm 3 vatra janë identifikuar dhe nuk ka përhapje të mëtejshme. Sipas tij, autoritetet veterinare po monitorojnë me kujdes situatën në terren dhe po marrin tampon për të bërë një analizë tek të gjithë ekonomitë e tjera në të gjithë qarkun e Dibrës. Megjithatë, prefekti tha se duhet të bërë kujdes dhe të vijohet të ndalohet transportimi i të imtave nga një zonë në tjetrën sa i përket blegtorëve të dëmtuar. Ai u shpreh se qeveria ka menduar që t'i kompensojë. Vatra në qarkun e Dibrës, një në Limjan edhe 2 vatra në Val. E para në Limjan para 2-3 javësh dhe e fundit para 2 javësh në Val. Të gjitha baktit ku është konstatuar infeksioni janë eliminuar me komision dhe janë ngroposur. Veterinarët e shërbimit veterinar të drejtorisë rajonale, por edhe të bashkive janë në teren edhe po bëjnë tampona për të bindur që nuk kemi vatra tjera. U bë gati 2 javë që s'kemi vatër tjetër. Porosi është dhënë edhe lëvizje baktive. Pra është ndaluar shitblerje baktive, sa të kaloj infeksioni, po kështu edhe bashkimi i tuvëve. E veçantë është se një pjesë të blegtorëve janë gjitë në bjeshk edhe ekziston rreziku i përhapjes infeksionit. Veterinarët janë në teren dhe po monitorojnë situatën. Ndërkohë, deri më tani mbi 600 krerë bakti të imta në 3 vatrat e infeksionit janë asgjësuar dhe autoritetet e veterinarisë për të mos lejuar përhapjen e mëtejshme të infeksionit në zonën e Dibrës.